Ndryshimi her pas hershëm i temperaturave dhe ndotë e ajrit janë shkaktarët kryesor të shfaqjes së alergjive gjatë periudhës së pranverës. Mjekët alergolog thonë se po vihet re një shtim i personave alergjik nga viti në vit. Ka shtim nga numri i zakonshëm le të themi i pacientëve që vinë, shkojnë 15, 20, 30 konsulta në ditë. Janë në rritje gjithmonë, do të thënë çdo vit më shumë kemi një rritje të numrit të pacientëve alergjik. Një ndër këshillat e bluzave të bardha është që pacientët nuk duhet të vetë mjekohen pa u konsultuar. Popullata jonë ekspozohet shumë ndaj medikamenteve, pra shitja lirshëm deri diku në farmaci e preparateve medikamentoze pa kontrollin e mjekut bën që pacienti të ketë më të thjesht marrjen e një medikamenti dhe ekspozimin më të shpeshtë, dhe një ekspozim më i shpeshtë me një medikament të caktuar rrit rrezikun që pacienti mund të bëjë reaksion ndaj tij. Alergologët thonë se janë një sër simptomash që shfaqen nga alergjitë, të cilat janë të ngjashme me gripin dhe virozat. Alergjitë janë sëmundje kronike dhe në përgjithësi simptomat përsëriten çdo vit pothuajse në të njëjtën periudhë. Pra, vjen marsi dhe çdo mars pacientët kanë simptomat me rrufën, me të shtimat, duke qenë mirë pa pasur asnjë lloj simptome tjetër shtesë. Ndërkohë që virozat në përgjithësi janë sëmundje ngjitse, personi ka pasur kontakt më përpara me një person të sëmur, ka pak temperaturë, ka një gjendje të përgjithshme jo të mirë, që nuk janë shfaqje të alergjisë. Dhe zakonisht virozat për 5 deri në 7 ditë kalojnë, mbyllen, situata quhet e shëruar. Më të rrezikuarit nga alergjitë e pranverës janë fëmijët, por nuk përjashtojnë edhe personat e grup moshave të tjera.